shkëputja LR-PDSH nga PDSH-ja kishte pikën e referimit vetë. Nuk ishte grup antarësh të ndryshëm, po kishte një pikë referimi që ishte Ziadin Sela. Edhe Arben Taravari, sepse asgjë s'bëhet vetë. Nga ky aspekt, mendoj se të thomi se nuk u strukturua që të bazohet në kultin e liderit, pjesërisht edhe pajtohen, sepse kult për një lider të ri nuk mund edhe të krijohet në çfarë do rrethanash, duhet pak një kohë më e gjatë që të krijohet kulti i liderit. Por se për çfarëdo procesi do një kokë që do të udhëheq procesin, kjo është, mendoj se pa ndonjë hamendje duhet të thuhet kështu, sepse çdo proces apo ka edhe kokën liderin e vetë. Lideri i atij procesit ndarjes nga PDSH-ja ishte Ziadin Sela bashk, pastaj në themin atë frontin e parë, po pas tij edhe Arben Taravari dhe tjerë tash nuk më kujtohet.